Nxënësit e degës së pikturës në shkollën e mesme artistike Tefta Tashko Koço në Korçë kanë realizuar një murale në fasadën e godinës së shkollës, duke sjellë ngjyra, identitet dhe mesazhe. Udhëhequr nga mësuesi i pikturës Ariol Pepi, ata kanë punuar me përkushtim në këtë projekt që është financuar nga Bashkimi Evropian si pjesë e nismave kulturore për afrimin e të rinjve me vlerat e përbashkëta europiane. Simbolet e përzgjedhura ndërthurin element të identitetit të shkollës me ato të Bashkimit Evropian. Pasi realizuan 3 murale në fasadën e brendshme në koridorin katit 3 të shkollës, ne kemi dalë pjesa e jashtme, ajo që është dhe më e dukshme, për të realizuar këtë radhë disa detaje, një kompozim, ku ne vendosim qesin e solit, një fragment nga flamuri evropian, si dhe një partitur, ku do t'jenë notat e odës së gëzimit, që është edhe kolona zanore, si të thuash, e Bashkimit Evropian. Është himni i Europës së Bashkuar. Vetë nxënësit tregojnë emocionet dhe përvojën pozitive nga realizimi i veprës, e cila do të mbetet një kujtim i bukur në muret e shkollës së tyre. Kjo është muralja e parë që po realizojmë në këtë përmas, mbas realizimit të 3 muraleve që janë në ambientet e brendshme të shkollës, dhe besoj se do dali sa më mirë. Ne kemi gati rreth 3 ditë që punojmë në fasadën e shkollës. Është një eksperiencë shumë e bukur, sepse të gjitha nga ato që ne mësojmë gjatë vitit shkollor, ne i kthejmë në praktikë në fund të vitit. Kjo nuk është e vetmja murale që kanë realizuar nxënësit e kësaj shkolle. Ata kanë zbukuruar edhe muret e brendshme të shkollës, duke bërë të mundur kështu vënien në praktikë të gjitha njohurive të marra gjatë procesit mësimor.